Këto janë pamjet e rrugëve të Lezhës në ditët e fundit të këtij viti. Festat kanë sjellë shtim të numrit të automjeteve që lëvizin në rrugët e qytetit dhe akset nacionale që përshkojnë qarkun. Fluksi i lartë i lëvizjeve dhe punimet infrastrukturore që po kryhen në qytet sjellin trafik të rënduar dhe shpeshherë kaos total në lëvizje. Krahas qytetit dhe superstrata Lezhë-Milot po përballet me trafik të rënduar. Por të përshkuar 17 km rrugë, qytetarëve ju duhet të presin deri në 2 orë, ndërsa problematika më e madhe paraqitet gjatë orëve të drekës dhe mbrëmjes, ku edhe lëvizjet janë më të shumta. Por të përballuar fluksin e automjeteve që lëvizin në rrugët e Lezhës, policia rrugore dhe ajo e rendit kanë shtuar prezencën e tyre. Efektivët janë vendosur në nyjet më problematike, duke ndërhyrë në normalizimin e lëvizjes së automjeteve. Trafiku i rënduar pritet ta shoqërojë Lezhën deri në ditët e para të janarit, kur nis edhe largimi i emigrantëve.